Para gjëja që e ka shqetësuar më tepër kryeministrin, besoj në gjithë qeverisin e tij, është kjo protestë. E ka treguar nga dita parë dhe e tregon deri sot që flasim, pra deri në ditën e sotme që protestohet. Protesta jo vetëm që ka bërë impakt ke kryeministri edhe në Shqipëri, protesta e reflektoi komisionerja për zgjerimin, e cila flet për kërkesat që janë shpalosur në këtë protestë. Pra që do të thotë protesta i ka shtri efekte dhe në Bashkimin Evropian dhe kjo është fitore e madhe, mendoj unë. Jo fitore vetëm disa protestuesve, por është fitore e qytetarëve të cilët duan demokraci. Dhe kryeministri është i pari i cili nuk ka bërë demokraci, këndvështrimin tim. Dhe sot përballet me situata ku i tregon Bashkimi Evropian apo komisionera për zgjerim flet për shfuqizim e ligjesh. E para, ligji për investime strategjike duhet ishte shfuqizuar shumë vite më parë. Kjo është deklaruar dhe nga kryeministri që do shfuqizohej dhe është shtyr disa herë. Është shtyr se nuk ishin dhënë të gjitha që do ishin dhënë. Dhe ne kemi parë që ligji për investime strategjike nuk ka qenë efektiv. Këtu nuk kanë ardhur investitor serioz, por kanë ardhur njerëz të maskuar, të kamufluar me individë të tjerë, duke përdorur dhe personazhe shqiptar publik për të investuar në zona ku kryesisht është bërë ose me para të dyshim, pra që nuk dihet se nga ka ardhur origjina, ose projekti është nisur për një gjë tjetër dhe ka vazhduar diçka komplet tjetër që nuk i është përgjigjur arsyes për të qenë investitor strategjik. Pra, ky është një dështim tërësisht total, të cilët Bashkimi Evropian ja përmend në momentin e përmbushjes të disa kapitujve. Pra, nëse marrim të aspekt, është një dështim i plotë i qeverisë Rama. Por, dhe ligji për zonat e mbrojtura... Ligji nuk quhet dështim, ndoshta ligji ka humbur efektet e saj. Ligji është politike kryeministrit dhe është dështim... Ligji nuk është dështim. Ligji është politike kryeministrit dhe drejt për drejt e kryeministrit Rama dhe për mua është dështim e kryeministrit Rama. Se sot s'ka më Parti Socialiste, është Edi Rama dhe gjithë tjerët, për mua. Tjetra është ligji për zonat e mbrojtura. Ne jemi dëshmitarë këtu të çfarë bërë për zonat e mbrojtura, kishim një ligj tjetër të bërë prapë nga kjo qeveri dhe u ndryshua. Pse u ndryshua? Sepse donin të merrnin zona të tjera të cilat nuk mund t'i aksesonin me ligjin e mëparshëm. Butrintin, zonat mbrojtura që ishin, siç janë Rrugët e Bardha, Palase e tjera, kanë bërë ndërhyrje në çdo zonë të mbrojtur për ta zvogëluar. Gjeri Manastirit e shumë zona tjera ku është ndërhyrë. Lamani, sot u dhanë pamjet e djegjes tokave në Laman dhe ndërkohë që sa paketin e maleve, me atë u shpit paketin e maleve për një herë pikërisht në zonat që përgjigjeshin. Dhe momentin që ti bën ligje për të goditur ose për të shfrytzuar zonat mbrojtura, kur ke një Shqipëri e cila ka potencial shumë të madh dhe mund thithësh investime shumë serioze në zonat të tjera, cilat nuk konsiderohen zonat mbrojtura, më duket tërësisht e gabuar dhe në kundërshtim me politikat e Bashkimit Evropian. Prandaj prapë përmendet aty në takim ky ligj dhe i thuhet që duhet shfuqizohet. Kryeministri nuk mund dali me thënë sot që duhet ta shfuqizojmë, sepse pranon krejtësisht dështimet e veta dhe pranon dhe çfarë kanë dalë për të protestuar qytetarët. Por, thot që është ligji mirë, Bashkimi Evropian bën disa këto fuqat që i ka bërë gjithmonë BE, dhe kryesisht në fillim edhe i kanë hecur, por tashmë nuk i ecin nëse gjithë mediat ndërkombëtare flasin për tiraninë e pushtetit në Shqipëri. Dhe tirania e pushtetit është përdorur kryesisht me këto ligjet që i ka vendosur kjo mazhorancë.